Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kuzhinën e Rajanës. Sot do t'ju tregoj një metodë shumë të thjeshtë se si mund të përgatisni një ëmbëlsirë të lehtë për iftar. Në fakt kjo është një recetë që është bërë virale dhe është përhapur gjithandej në rrjetet sociale dhe unë vendosa që këtë recetë ta përgatis edhe për familjen time tani për periudhën e Ramazanit. Do të përgatisim thjesht hurmara bie të mbushura me arra dhe më pas të zhytura në çokoladë. Procesi është shumë i thjeshtë, do ta shikoni edhe vetë në video dhe në fund fare hurmat dalin me të vërtetë shumë të shijshme. Tani le të nisim pa humbur kohë me përgatitjen e recetës. Do të shikoni që është një recetë shumë e thjeshtë, shumë praktike, pa lodhje fare. Ju duhen vetëm hurmara bie, sasinë e hurmave e përzgjidhni vetë dhe në varësi të hurmave do të përzgjidhni edhe sasinë e arrave që do t'i mbushni brenda. Gjithashtu, nëse nuk doni arra, mund t'i mbushni me përbërës të tjerë, si për shembull me lajthi, me fistiqe, me bajame, pra sipas versioneve të ndryshme. Në fillim hurmat i çajmë në mes, u heqim bërthamat dhe më pas i mbushim me arra. Unë në këtë rast i kam mbushur me arra, por ju mund t'i mbushni sipas dëshirës suaj. Pasi hurmat i keni mbushur, siç e shikoni edhe në video, tani e vetmja gjë që do të bëjmë është zhytja e tyre në çokoladë. Unë në këtë rast kam përdorur Nutella ose Choco Krem. Ju mund të përdorni edhe çokoladë të bardhë, çokoladë të zezë. Nëse përdorni çokoladë të bardhë ose të zezë, do ta keni shumë më të lehtë mpiksjen e çokoladës pasi përfundon procesi, pasi duke përdorur Nutella, vura re që mpiksja e Nutellës donte më tepër kohë në mënyrë që Nutella të ngurtësohej. Megjithatë, prap në fund ato kanë dalë shumë të mira. Ju e shikoni dhe vetë procesin në video, thjesht do të zhysni në çokoladën e shkrirë hurmat e arabis të mbushura me arra. Më pas hurmat i vendosim në një pjatë ose në një tepsi ku keni shtruar një letër kuzhine dhe më pas do t'i lëm hurmat e arabis që të pushojnë. Mirë do ishte në frigorifer në mënyrë që çokolata të mpikset dhe të thahet kollaj. Pas disa orësh, hurmat e arabis i keni gati. Pra ju duhen diku te rreth 5 deri në 10 minuta për përgatitjen e kësaj recete. Hurmat e arabis kanë dalë me të vërtetë shumë të shijshme. Shija e tyre ishte me të vërtetë e mirë dhe unë ju sugjeroj ta provoni këtë recetë. Madje mund ta keni edhe si një ide për t'u adhuruar miqve tuaj. Pasi sipër mund të dekoroni sipas dëshirës. Unë sipër i kam dekoruar me biskota të thërmuara. Shpresoj shumë që kjo recetë t'ju ketë pëlqyer dhe nëse po, mos hezitoni të jepni asaj një like, si dhe ta shpërndani me miqtë dhe familjarët tuaj në rrjetet sociale. Gjithashtu mos nguroni të abonoheni në kanalin tim, si dhe të shtypni cilën e vogël anash kanalit në mënyrë që të njoftoheni sa herë në kanal postohen recetat e reja. Ju falenderoj të gjithëve që më ndoqët edhe në videon e sotshme. Bashkë do të dëgjohemi sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju beqatoft të gjithëve.